Prilli ka filluar fuqishëm për disa nga artistët vendor. Publikuan projekte të reja, por disa janë në përgatitje të këngëve që shumë shpejt do I bëjnë publike. E nisi me Thana nga Tajna, një prurje e re që arriti të pëlqet nga krejt masa. Këtë dëshmojnë edhe shifrat e klikimeve në YouTube. Për tekstin si zakonisht të përkujdesve Dorentina, kurse producent është Mixej. Baba rikthan Geti në skenën muzikore. Ai e ka njoftuar që së shpejti madje do të vi edhe me albumin e ri. E është plasuar kënga e parë e këtij krijimi që fansat mezi e pritën. Baba vjen me tekst nga vetë Getoari. Incizimin, miksimin dhe masterizimin e ka realizuar Big Deal Records. Për anën vizuale u kujdes Fat Gjakova nga Dili Studios. Luizelli po vazhdon të jetë aktiv me këngë të reja. Tekstin e 2 fjale ka shkruar Ergida Bahja dhe Genti Miftaraj. Ky fundit e bëri edhe muzikën. Përndryshe, prurja e re ishte zhanrit balad, gjë që po I përshtatet më së miri vokalit të fituesit të edicionit të 2 të Big Brother VIP Albania. Nëse kisha mujt me zgjedh më mirë, do ta kisha shprehu një dëshirë. Një duet që mori vëmendje të madhe që shprej kohës kur është paralajmëruar ishte padyshim Eli Malaj dhe Ronela Hayati. Dashnie fundit të shkruar nga vetë Ronela, e cila bëri dhe melodin. Producent është Apollo, ndërsa ana vizuale u realizua nga Full Moon Production. Eli Malaj është aktualisht më e kërkuara sa I përket bashkëpunimeve. Pas dashnie fundit, ajo dhe Angela Peristeri sollën sonte, këngë kjo me tekst nga vetë Peristeri, kurse muzika dhe orkestrimi janë realizuar nga Erkenc Hyka. Ana vizuale u vizualizua nga Max Production. Këtë herë nuk kemi diçka të re nga projektet muzikore të Edona Lalloshit. Ajo zyrtarisht është regjistruar si deputete në Kuvendin e Kosovës dhe ka premtuar se do të jap maksimumin e saj për vendin dhe komunitetin artistik. Unë jam shumë e lumtur, sot është një ditë e jashtëzakonshme për mua dhe familjen time. Do të presim ditët në vazhdim, përgjigje për momentin tjetër nuk kam. Do të mundohem maksimalisht me dhënë kontributin për vendin tim, artin, kulturën në përgjithësi, ka thënë ajo. Nuk ka kusha 18 prilli do të jetë data kur Leo do vi me një surprizë për fansat e tij. Këtë ka bërë të ditur vetë ai duke publikuar këtë video në rrjetin social Instagram. Katile tash shuj 18 prill në ora 18, ka shkruar ai. Përndryshe, projekti fundit I Leos ishte shuj, ku në videoklip e mori partneren e tij, Leilën. Shami bang soj zamra, aja vledi